Përfundon edhe numërimi i votave për subjekte të politike të cilat kanë ardhur nga diaspora, teksa tashmë radha është për etapën e fundit të gjithë procesit zgjedhor në Vlorë për numërimin e votave për kandidatët preferencial, numërim ky i cili ka filluar. Sipas të dhënave të publikuara edhe zyrtarisht nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, janë vlerësuar në total 16.322 zarfe të mbërritur nga vendet të ndryshme të botës. 15.968 kanë qenë zarfe të skanuara, pra zarfe të verifikuara si vota të vlefshme dhe që kanë mbërritur pas një procedure të saktë dhe korekte nga votuesit me post në KQZ. Prej këtyre zarfeve të cilat janë skanuar nga KQZ, në rezultati final në qarkun e Vlorës, Partia Socialiste del fituese, duke u shpallur në rang qarku si subjekti politik me më shumë vota. PS ka siguruar në total 11.325 vota. Vota e diasporës për këtë parti ka qenë vendimtare, pasi nëpërmjet votës e emigrantëve, ky subjekt politik siguroi mandatin e 9, pasi rezultati në rang qarku ishte 8-4 në favor të PS përkundrejt PD dhe ASHM. Në vendin e dytë, renditet në diaspor, Partia Demokratike dhe Aleanca për Shqipërinë Madhështore, me 2.028 vota në total. Vendi i tretë në rang qarku për nismën Shqipëria bëhet me 1.362 vota dhe në vendin e katërt Partia Mundësia me 815 vota. Lëvizja Bashk në vendin e pestë me 337 vota në total. 6 partitë e tjera në qarkun e Vlorës, të cilat kanë garuar, kanë marrë një pakicë votash. Ndërkohë, ka nisur edhe numërimi votave për kandidatët preferencial. Deri më tani janë hapur vetëm 1/3 e numrit total të zarfeve të mbërritur nga diaspora, rezultati së cilave është palosur edhe në faqen zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Edhe ky proces pritet të përfundojë brenda pak ditësh, brenda kësaj jave, dhe të kemi verdiktin final të etapës së fundit të procesit zgjedhor në qarkun e Vlorës.